Ky emision mundësohet nga Telkos, Protek, Eurokoha, Drena, Arcos Construction. Mirëmëngjesi dashur shikues, nga tash mëngjesa do i nisim nga një studio tjetër, sepse do të nis emisioni më i ri në Magje, e keni me na po edhe tu gatu. Nejse, mu pak ma pak, mirë po të ftum që kemi me pas çdo javë, pak më shumë. Kemi me pas nga ata që janë profesionistë, që e kam punë dhe pasion kuzhinën, deri tek ata që të paktën edhe një herë ju ka ra me gatu. Kështu që sot do e nisim me një profesionist, ashtu edhe qysh e don zakoni. Edhe që po eftoj me na u bashku me një herë, edhe me na tregu recetën që kam me na përgatit sot në Magje, edhe sigurisht që mundet me qenë edhe një ide se çka mundeni me përgatit në këtë diele, ku sigurisht jeni edhe të mbledhur bashkë me familjet tuaja, tu pushu si në vikend mo. Bashkë me mua është Almir Bllaca, që është edhe shef i kuzhinës, se që po eftoj me na u bashku. Përshëndetje Almir. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë që u bashkove në Magje bashkë me neve. Qysh je sot? Qysh e ke nisë ditën? Mirë, në një ditë zakonshme. Të dielën zakonisht e ki me punë tu përgatita? Me punë. Okej, do më thonë zakonisht tonën pushim. Vikendi është kryesisht më i ngarkuar po besoj, a? Tash kemi me folë sigurisht edhe për ty edhe për punën edhe gjithçka tjetër, por fillimisht apo i tregojmë gjithë shikuesve çka kemi me përgatit sot, se i kemi disa përbërës këto. Sot kena me përgatit një gjokë spule me perime në tavë, që është e lehtë për të ngrënë për iftarë edhe për dyqmëri. Të e pas parasysh që pas kësaj jave, pas këtij vikendi nis edhe Ramazani, pra është një recetë e re që munden edhe e lehtë që munden me përgatit ndoshta edhe për iftare, qoftë edhe për dreka ose kudo që ndoshta edhe munden. Të e pas parasysh që mishi pulës është i preferuar për tokët për shumicën e njerëzve. Për shumicën është i preferuar. A është kjo njëra prej recetave ose specialiteteve që ja u kërkojnë më shumë ti atu edhe ku punon ti? Është po jo edhe shumë, po më shumë e preferoj edhe vetë me bo me hongër për veti. Okej. Se në restorant hala nuk i kena bashkë për mishterinë. Mirë shumë. Çka na duhet? Cilat janë këto produkte që na duhen me patjetër me i pas? Produkte që na duhen është file pulja, specat, djeks ose pa djek, që preferohet, sosi, hopla, këpurlla, kungullesh, domatina, qep, hudër, melmesat. Pra, jemi gati edhe me nisë, edhe gjatë kohës që nisim edhe me procedurën, sigurisht që kemi me bo edhe muhabet. Me çka nisë mas pare, kështu që po ta lirojën pak hapësirë qështu. Ne fillojna me marinimin e mishit pulës. Okej, çto kemi qaf krejt me ditë, se qysh po m'duket është ka gjani farë pune me marinu mishin, së shqa që lehtë qysh e menojmë. Së është e lehtë. Opa. Që për këtë menu unë e prej ishin e pulës vetëm për gjys, që me dalë gati se si gjokë spule. Po. Pra sa ma i hollë preferohet, a? Banë edhe i tërash, po veç që është procedura pak ma gjatë. Okej. Unë e përvoj për procedurë ma shkort. Mishi duhet me qenë i shkrim? Po, i shkrim. Ashtë e vërtet kjo që dëgjojmë shumë shpesh që mishi barë nuk duhet me u pastru? A e keni këtu? Unë e pastroj. Okej, se... Unë e pastroj. So është një dileme që shpesh e diskutojnë këto. Po, unë e kom gjuhë shumë këton që se pastrojnë, po unë e pastroj. Mirë shumë. Të shumim që shpo e marinon mishin. Po. Të marrë që të pijatën. Almiri veç ja mësoj venin gjitha gjanave në kuzhinë, kështu që Almir kemi me pas shpesh kështu në kuzhinë, po besaj me kone dhe me shikus. Marrë një pak vaj, shumë pijatë. Pak i erza. Kështu erza në të heli me dorë. Po. Qysh zakonisht ndoshta edhe bojmë në përshmëri kështu. Unë veç me dorë. Po. Pra veget. Veget, biber zi, po. Ta shë heli në kishin e pulës. Do më thonë, se unë jam eksperte e kuzhinës, me thonë drejtën po unë ka menu që krejt këto i qetin për mi mesh. Jo më pjata një mishin kështu. A i merë kështu ma mirë në shta shia? Ta që qëtë edhe për mi mesh. Okej, mirë. S'kot nga bashkë krejt auto. Jo, si, bashkë auto krejt jo. Shpresoj që kjo emision ka me mbo kështu kuzhinjere perfekte. Po, më në qyshim.
Unë e preferoj me marinu mishin e pulës, bërë një kohë gjysore ma shumë, para se me përgadit, që me him lmesat, me marr atë gjithë shka. Pra vegeta dhe biber të zi më shumë. Vegeta dhe biber të zi, unë mas shumë dhe preferoj qëto. Tash to, e lojmë qështu me E lojna me pushu pak. 30 minuta, ose në bashkësisht sa Varsisht sa, kanë qysh tek. hapësirë. Okej, a e qesim atje? Po. Që me e liru hapësirën. Okej. Mirë shumë. Tash vazhdojna me prerjen e perime, mi bogati. Edhe marrë me një spes të kuq. Këto janë si ansore, kështu? Po. Okej. Jo, si ansore. E përgoj mishin e pulës. Kur ta përgoj mishin e pulës, e largoj prej tiganit, i hedhi perimet, pastaj e hedhi sosat, sosin e domatët, kur bëhet kjo këtë komplet, mishin e pulës që kena përgoj e hedhi me në tavë, perimet edhe sosin për mi misht pulës edhe shtina po. Okej, pra pak a shumë një mix edhe si top po bëj ka, pas ide ka qa interesant. Almir, flasim pak edhe për ty gjatë kohës, shpresoj që të pengojmë, a e ki problem me fuj gjatë kohës kur i të gatu? Jo, se kom problem. Qysh nise, të e pas parasysh që je shef kuzhine dhe thash që në fillim je profesionist, e ki pasion, një të nko e ki edhe punë këto. Qysh nise me umarë me kuzhinë, qysh nisi kjo pasione? Kam nisë pak si shpejt, pa prit, pa kujtu. Shtë si andër e kom pas, po nuk e kom prit që kom u bon që i ri me nisë këtë par profesion. Po si në shkollë të mesme, si e kom kry shkollën e mesme, ditën e dytë që e kom kry, e kom nisë me fillu. Ditën e dytë që e ke kry, okej, interesant. Ditën e dytë më ka arë si befasi, krejtë të i babit, Almer thënë e se kime vazhdu punën, është po edhe kohë për hajrë. Do të se ke pas asi Edhe plej se kum ditë ku kam e shku. Edhe kur kom shku, po shku në restorant, unë e kështë shankist ose kamarjerë, se kom pri që kam u bo në kuzhinë me ime punu kohë. Po që, tash e 16 vjetë kuzhinje. Që 16 vjetë, do me thonë kuzhinjerë. Nëse ishe këthy mbrapa në kona ditën e dytë që e ke kry shkollën e mesme, a kështë zxedh me ime punu? A kështë thonë një? Kisha thonë edhe jo, po ndoshta prap kisha fillu si kuzhinje. Prap si Po, kuzhinjerë. se është pak punë e mundimsh me ndalë gati se në gjithë shka. Po. Se non stop dush me konë kuzhinë, festat, qashtu mo, Po. restorante e dënë qëta, tash. Po, bashkë kur ka fesa ku njerës po Kur shojnë duhen ama shumë ti me konë nuk jam në shta, Po. në shpe. Po, qa me po, e kom zell, po më pëlqen, më ka pëlqy, tash, veç, më të prit veç, mire ma mirë. Po. Pra mundemi me thonë që një prej nismetarëve të kësaj që a shohim ne prej Almirit është babi, është ai që të ka shty ndoshta në këtë profesion. Babi, është ai që, edhe pse e kom pasondër, po se kom mendu kur. Qysh e ke paso, ndërat ka ro me... Sa A herë ka kom pas kalu? ndonjë tjetër pasion kuzhinën në familja? Në shpe jo, jo, Okej. kërkush, unë jëm koni pari, tana është vllave, e kom marrë, edhe ata, ama unë i pari më kom për kuzhinë, Po. edhe sa herë kom kalu ka i restorant, isha që restoranti, si fëmi i vogël. Po. Sa herë kom kalu si që ne i këna ardhë, edhe se kom bo men që i bëhet në qata me shku me fillu punën unë. Okej, do më thonë që ato që edhe e ke pëlqy kështu, e pas ke të heqë, që thonë funksionon ky ligji të heqjes. Pra që të kemi Specat specin e kuq, ambajt, po. të djeks, apo? Pa djegësh, djegësh. edhe speci i gjelbërt është djeks. Kongolleshat, këpurdhat, Për shembull, ka kërkesa ndryshme, se jo se cili mund të me dash se cilin prej këtyne. Për shembull, unë këpurdhat nuk është që i preferoj shumë. okej. Po, gjithsesi, janë të mira dhe janë të shëndetshme, jo po. Janë të shëndetshme, asun si preferoj shumë, Okej, po për recetën po duhet. po. 16 vjetë në kuzhinë, sa është e vështirë ndoshta si punë, si pasion? E vështirë në qofë se e bën me zërë. Në qofë se e bën me qef, ka me të shku, nuk e din as vetë qysh sa shpejt. Po, cila është receta e parë që ndoshta kështu e ke perfekcionu? S'do them që e ke përgatitur me siguri të ka ra shumë brenda ditës ose diçka mirë, po që e ke pas ashtu për qefi edhe që ke thonë inshallah e kërkon që ta më shumë ti se ja Për komandore. qefi e kom pas pastat. Na, okej. Edhe i kom pastat, po tash pak kom ndru po apet pastat.
pastat me pelime, me mishna, Po. me eksperimentu pak në to. Ato I kam ma me qef I bëj. Edhe kur të mi kërkojnë shpesh edhe mblemeve, hajtë që pi bëj. Si pritoj. Po më intereson me ditë përveç punës, a je edhe në shtëpi ashtu që Ja, të kërkojnë shpesh jam veçpyetje? Ah, okej. Dëmbel. Pse? Qysh e bën këtë padrejtësi prej antarëve të familjes, se që përgatit mas mirë të në shtëpi, a? Me përgatit, no, po. Po. Ja, unë në shtëpi, rrallë, shumë rrallë. Mirë shumë. Cila është receta jote preferume për ty? Jo me I përgatit që the që ndoshta pas ati ki kështë për qefin, po tepër me konsumu me hongër ose me përgatit ma shpesh për qefit tonë. Bruno, për qefi, flije, pite, burej. Ushqime tradicionale. Ushqime tradicionale janë. Une... A I përgatit edhe ato? Ja. Thash. Jo më interesum, po jo, se kum provu vetë me përgatit. A për me hongër, krejt I lo, pa e hongër nuk e lo. Almer qëto, po t'i lo qëto? Që me liru shumë. hapsiren, po e di për ato edhe pelo sa ma afer, po edhe me liru hapsiren që edhe me pas sa ma let krejt qka po marim për me përgatit. Tash është koha për qepën, se Po, qepën e... nëse na shërin t'u lotu ose na I sen. Tash hudrën të marrë veqëroj. Ja qes pak për shije, po varet edhe prej shijes njërë. Unë edhe edhe e Po. hishës me jaqit. Unë e preferoj me jaqit. E preferon ma shumë hudër, ta mën hudër a pjuhën, se Ja, shpesh e shumën që se e për... preferoj e që nëse përdori e që. Pjonën as njërën, as qepën, as Po. hudrën, unë ma shumë e bejë. Ma shumë e bejë, gjithë shka bejë bëhet shumë e. Sa I qëtë për shembull hudër edhe që... Varet këtë prej shijes. Po. Dikush e do ma shumë qep, dikush e do ma shumë hudër. Po varet krejt prej shijes, unë e preferoj dy thellba hudër, një qep. Mirë shumë. Te këto bohen miksa. Po. Sot është e dile dhe sigurisht që janë të na po pjot njerës që janë të najtë të shpia dhe që me siguri është ora 10 e mëngjesit janë të piqajnë edhe të menu që me përgatit për drejk. Nëse dikush inspirohet prej kësaj recete, sa ko mundet me I marë për shembull me përgatit krejt komplet, qështu? Pa e llogarit 30 minuta që do të me lonë është ta me marinu mishe. Pas shumë të 40 minuta. Komplet, Pas shumë të komplet. Okej. Po, është e lehtë, e shpejt. Për sa persona mundet me konkret që ka qetu e përgatit tip? Tash për janë ato e përgatit për 2-3 persona. Okej. Po mund edhe më shumë. Po. Tash varet sa janë të ftuar për shembull. Po. Unë me shtu sasinë sa dojnë vetë. Mirë shumë. Okej. Tash Tash te I kemi kry po më duket perimet pejmet, kemi a? kry për pas domatina, po domatinat kanë kohë pak. Okej. Tash mujna me lëshu vetëm tiganin e nxej. E lëshujna Që të modën, a? Okej. Tonë me këto pak Sa dën me... Keq më stanin? Jo, nëse si nisi me unimu nuk mësona. Kështu që duna me Me undimu. konë me plenë me flakë është se tërë mua vetë. Po të jem su atje, këto jem pak ma... Që ato në shpejë unë ty edhe një ditë si qytë shohë. Shpesh me ta bëj një kave edhe hajtë shumë nga ploqë. Po. Ti veç përgatit, për një shu ploqat e këto shojna na, pa problem. Okej, kjo është frisë gati tu nxe, tash qka Tash kemi me bërë? nxehet ajo, e hedhëm pak vaj, pritëm pak vaj më nxe, Po. edhe e hedhëm me mishin. Përgojna mishin e Do më thonë fillimisht me mish të barë, vazhdojmë. Mirë, shumë. Edhe të njëjtë të ganë, vazhdojna mas të pjekë mishin barë me perime që shtëgoha. Mirë, super. Ta lëvesh ta këshymi që kja o Po, nxe, tesaj, e? edhe pak, dhe pja e edhe pak vaj me qëto. E prejtëmi pak të nxeja dhe kjo, edhe se nxeja të vazhdojna me mishin e pulës. Mirë, shumë. Okej. Tash tigani është nxej, vaj është nxej, mujna me vazhdu me pjekjen e mishit pulës. Po, tash po I ndrojnë onë, Okej, ndrojna, e marrë me mishin e pulës. Vaj, nuk është që pa sheqit edhe shumë. Se ka njëherë që... Nuk I qes edhe shumë, se është edhe tigani është I mirë. Po. Se me bon pak I grëllë, do të pak më shumë. Po, është tigani I mirë. Pas është pra po jetë ka me këto. Po. Ta shelojna pak më fërgu, e sa të bëhet me rotlu. Ka kohë për afërsisht, na me anë më përbu. Para vërsisht një 70 minuta që të. Okej, jo shumë. Baret edhe krejt prej ploqës, që është nxejmë ploqë. Tash na me flakë se ti shqekja të punë se kena, po Jo, më me flakë për 2-3 minuta bëhet. Për 2-3 minuta, do më thonë për që ta ka të shpejt vinë Po, edhe porësia. ushqime të kryesisht kur jena në për restorante. Po. Mirë shumë.
Tash I presim kështu, a? Po, tash I presim. Puna me procesu, për që sekret ato kemi vendosur Po, mandej. po, krejt këto këna me vendosur pas pjekët me shqipulës. Mirë, shumë. Të flasim për punën si kuzhinjar, sa është e lodhshme më tego, edhe sa është edhe atraktive, edhe kreative, se po besoj është kreativitet. Po, kreativiteti duhet më konë maksimum, po, e lodhshme është, po, e kalojnë gjithse se mas e bojna me qef, e kalojnë atë lëllë më nuk e nina kur gjo, veç kena qef me dollë gjithçka në mënyrën më të duhur që është e më të shumë. Qaja është për neve na jek lodhje në krejt në gjose janë të knaqë gjithë, qaja më snina lodhje kur gjo. Kom kuriozitet me ditë, kur të kthehemi në shtaj 16 vite para, kërja kenis, atë ka ndodhë herë najsan interesant. Atë e qojnë furën gjatë kohës që janë... Po, e lëshojnë edhe furën. To, a? Po, edhe në 250 gradë, po, e lojna mundzej, edhe... Që mos me na marë mandi edhe kohë. Shumë kohë, po. Atë ka ndodhë najsan një diçka interesant, me naj recet, ose gjatë pjesës të gatimit. Deri sa e njës kur njës në këshyrë në kuzhinë kur gjë. Qyshtë e golla, kur është largë saj, edhe pse e kom pas e ndër, po largë saj kur gjatë s'kom bo me kuzhinë, kom punu tjera punë gjitha gratis, gjitha punë, po në fund kuzhinë. Fund kuzhinën. Ka ndodhë herë me ahu që na I recete, kështu që u dashë kështu të klienti, me haru mi që diçka, me da kryra na I sen. E ka dasht pa diçka e umë qitë në kumaru, se ngarkesa e bën vetë. Po, normal, edhe Si do mos korrekt gosht është ajo ngarkesa që mujna me gabu, po tralla jam, po pa gabu se lujna. Shumë. Okej, tash? Tash mujna veç me rotlu. Me rotlu, do me thonë me lojna që shto për apërsisht. Nuk është që e bëjmë me rotlu shpesh. Po, ja, unë e rotloj veç një hera, ma shumë. Pak po duhet që shtu me prejk me dorë. Po, bre, fatkeqësisht nuk I gjetë. Fatkeqësisht. Kopset, a? Po, kopset, që jam për me rotlu mishin. Që qatë shambull edhe në shpina mund nga najsan, kështu që... Po, edhe në shpi... Po, me thonë s'po përgaditi diçka pëse po na mund nga diçka, a? Po. S'ko arsye. Ja, s'ka arsye për kur gjë. Sa I mirë për okat. U rotlu mirë, u bo mirë. Okej, shumë mirë për okat. Ta që lojna pak edhe në tjetërën pjesë, një 3-4 minuta, e hekmi, vazhdojna me ferimet, edhe... Shumë. Ka dhe moja që përmojnë me qasë se kanë e pro unë fund edhe kanë të vlerësuar. Inshallah veç I pëlqen. S'ka të dyshem. Tash edhe ka e lojna për apërsisht ashtu njësoj. Tash barsisht. Po. Te kena me futa në furë. Te ke fundit kena me futa në furë. Do më thonë edhe në furë tani e meri par valje kështë që jetojnë edhe... Bohet perfekt. Nuk e interesant. Kështu I kam përgatit a mund valë se shumë karoa. Nuk është që jam edhe shumë e tike, veç e hajgarën të lë. So kur jam kur mes vetë s'kom qare, jam përgatit. E jo mishë në barë dhe kam të preferum. E mish I barë është për gjithë shka. Bash për gjithë shka. Edhe I shëndet shumë. Më intereson me ditë nështë edhe t'i kërkesave, qysh janë shijet e njerëzve? Anojnë ma shumë ka ushqimi shëndetshëm, për shembull mishra, sallata, ose diçka tjetër, a anojnë ma shumë ka fast food e këto ushqime që ndoshta nuk janë shumë... Po, varet vallaj, ma shumë është që I preferoj mishat, po tash e ka nisë ma shumë edhe tradicionale. Tash edhe tradicionalet, ma shumë da gati se tradicionale, apo I këshyrin ma shumë që ato. Qysh me rezistu brume? Me dash. Unë tradicionale, pa shtupesh. Unë s'moj me rezistu, valla. Ti e që I preferu me fina dhe unë. Unë shpesh edhe prej punës nuk kam punë që e nallam punë. Veç me marrë brumë. Po, veç me marrë brumë, me unë brumë. Mishi garantë është veç kështu sa me startu në fillim. Jo, me heq, ma përpara që ato se këta, heq, se këshyri. Shpesh edhe në shpema vojnë pëse Almer nuk po anë, po s'fum pahet. Po. Nësha dhe që I përgadit gjithë. Po, ta na po mushmi edhe me erë, ta na po era edhe të nginë. Se na thojnë krejt ja kuzhinjerat knaqni të hongër, I keni krejt asenet, nuk bashkë kur t'i kishë nuk këshyret kur gjë. Po, e vërtetë. Mujna na I covët I këtë të vogël, ka paka, ma mund ngi kur një. Po dhe së është punë mo, edhe tani veç së shë dokët mo interesant. Jo, më shumë. Në fillim, se kom zxell u knaqqa, po tana me kalimin e kohës mund dalin krejt. Qka ti dëtë në shta në shqem?
E vrejta është edhe pastërtia dhe gjithë shka Pastërtia tjetër, po. është Pastërtia e para. Po. Pastërtia e para, tana këtu tjera. Më mundu me bo më të mirë që më poni knasht të sy shteri, edhe kush do që është. Shumë. Po, Kemi shti në Magje sot në Vikanë, kështu, se në Magje ka dhe emrin e misione, kena lënë Po. kështu për shkak që kur do që hen kuzhinë, një bjanë që po hen Po, paka shumë në Magje. në Magje. Edhe e nisim barë, po besoj edhe mirë. inshallah, veç rezultati final është i Po. mirë. Tash të mas mishit, kemi mirë Tash të pas mishit, po e largu Vajin e njëjtë, Vajin e njëjtë, shihen e tigonin e njëjtë, njëjtë, nuk e kaljerumishe. pasroj kur gjë. Okej. Kreta perimet rrallë një ka një, Po. i hedhmi, i përgojna. Ashtu. Pra, do dashka me i prit, kështu. Po. Dikush mundet ndoshta me i qitë edhe në tigan tjetër, Po. po shia po besoj dallon. Po shia mandej. dalla, dalla. Dallon se kjo shia e pulës tash ka met edhe në tigan. Po. Ta na bon mix i perimeve, edhe Shpesh kom pa që e përdorin qatë shije që mbet edhe për supa, po. në vend këtyna për shembull shijeve që mund mi marrë Po. të gatshme është ma e shishme, po besoj kjo edhe ma Ja, origjinale. Kjo është ma shumë origjinale, se edhe sosit e në era pulës. Po. Nuk është që tana sosi dominon më shumë se pula. Po. Mirë shumë. Të shohem. Tash edhe pak veç edhe mujna tona me largu. Puna e madhe po besoj shkaj koha. Po, është koha ma e madhe është që qëta Po. me pjek. Qajo, me prit me marinu edhe me prit me pjek. Po. Mandej pjesë tjera shkojnë shpejt po besoj. Po, tjerat më perimet ato janë. Unë i kam pak marak pak ma të forta. Po. Tash varet krejt e shia njërë. Hajde, Almera, jemi si gati me mishin, a? Për mishin e pulës jena gati. Tash veç e marrin një pjatë për largoj pak. Deri sa të bëhen perimet. Okej. Edhe Qonë të hepi një pjatë, mund të Okej. çfarë do, a? Po, çfarë do? S'është problem. Kemi? To? Po, faleminderit. Tash veç e largojna. Po e bëj gati, se kemi përdorë edhe për me i shërbim andej. Okej. Ja, mosha. A bësha. Një sen i vogël që të punë. Për shembull, na që si dim detajet, se kishim menu Po, këto. ne ku marru, të regova që ku marru. A pse ashtu në gjithë me mosha? Pa me moshën tem, se me pas. Po, mirë shumë. Ka është i pas. Kjo është po besoj bes i profesionit. Po, pa mosh. Pa mosh, heq. Unë e kështë e jonë. Kështu tash të di që e ki profesionit, mund është me vazhdu. Po, tash mujna me vazhdu, kena me Okej. qejtë qepën edhe hudrën. Po, Me next, Përgu pak. me thonë të gjyrat. të Po, arat dyra. shkojnë këto, edhe i Po, janë one- vetë një herë më përgu Po, pak. unë qështu e bëj për veti, parat, i hedhi kepën, edhe hudrën, i lo pak më përgu, në vajnë e njëtë pishit hudrës. Do të në pytë, ta shkoj pas parasysh që je tonë kohën me këtë pasion edhe me këtë profesion. A është pyetja e parë që u bën njerëz për shembull a dini për gadit ose na i thënë për kuzhina, e ki vesë, për shembull, Jo. unë e kam vesë të gazetarisë, çdo njeri që takoj e shoh si mundësi për me marrë intervistë. Kam çfarë ditë Jo, trofimin e unë tyre. kështu jashtë punës, veç që më pyet dikush, se për ndryshe nuk e qeli muhabetin në kuzhinë se që. Okej. Po tash kohëve të fundit, kohëve të fundit tash janë du mbyt më shumë ti. Po. Se po ja rrjetet sociale, edhe po më shohin si shumë. Edhe që ki kuzhinjeri, që ki kuzhinjeri. Hajde çfarë na për gadit. A je ai që shoqënia në shtat kur para mbledh më na përgatit Po, diçka? Shumë po. Pajisit ka njëra nuk i kena komplet, Po. eri se t'i bojnë atë krejta gati se pajisit, ta nga kena me vazhdu. Po. Edhe natyrë, edhe ku ta shët dikon të arsyshme që dikon më nalë me po. Kur Tash kur kepa- përgatit, çfarë më përgatit? Ta shqepen edhe udrën kena gati, Po. mujna me ja hedhë këpurdhat. Tash varet edhe ryshijes. Edhe kjo e pasa një procedurë, do në Po. menohet fillim që krejt për një herë, kemi Ja, krejt për më njerë, jo, se për lo pak, se Po. për shkak edhe temperaturës, që është pak e ullë, Po, e pi fërgoj pak ma mirë, veç a veç, ka pak. detajes. Se me kom me flak. Ta, Tash veç i është shmitoj e ongër. Fix. Po në kushtet shpijes, Po. po do me lut pak nak, po. Kjo është për dëshmëria, Po. edhe shikus janë
kushtet shtëpisë, kështu që nëse jam të përgatit që të ofertë. Që specialitet sot, mundën edhe me thonë që e bën një specialitet talmire. Inshallah veç kam ju pëlqy ai që e bën. Tash vazhdojnë e qesmi specat, varet. Specën e kulgatës, speja qesë se po mdokët pak si shumë. Edhe specën e djegës varet krejt prej shijes, qyshe preferojnë. Djekë do këtë që gjithë e ati shie ma të shesh me ushqime. Edhe qëtin me hongër, një me është djekës, po qëtin me hongër. E vërtet, këti kam të gjusë të më kërë është djekës. Djekës pahat pak ma shumë. Po. Tja e preferan në pas gjithë mund të shka djekës ushqime. Ja, se preferoj. Cilash erza, ose cilash perimja, ose pema, ose qka dë që mëna me thonë që gjithë qysh të me thonë tjetë ushqime tua për shkallë. Gjithë qysh me thonë domatë. 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 Okej, do. është si verës, si dimën. Sidomos me thonë bashkës, ajo është... Sa ma mirë. Ta që i përgojnë ato pak qëto, tana jo edhe me kungulleshen, i përgojnë ato pak, tana vazhdojnë me sosve, e lojnë pak me vlu, edhe pasit blënd, talë, forë. U përpun tash edhe specat. Tash vazhdojnë ja hedhin kungulleshen. Ne kanë bërë kungullesha. E nëse diçka tjetër dojmë me shtu pas shijes, a prish punë për shembull? Nuk prish punë, po pak shija i ndron, po nuk prish punë kur gjatë. Tash se që ne për qefin e vetë, dhe mujnë me vola pa perime heq, pa gjysën e perime, po s'është problem. Amo shija ndryshe është me këto. Dallon po besoj shumë edhe kjo. Dallon po besoj edhe kjo kur i marrin perimet e gatshme. Po, ja perimet e gatshme unë si preferoj heq. Po çfarë, që janë ngrinë këto. Ngrinë unë si preferoj, sidomos perimet, se ato ashtu kështu nuk jetë më e njëjta shi. Po. Se si që krijet. Unë për vete e kam që e njërën frigorifer shumë. Për gjithë shka, si të është e di që e unë frigorifer. Më ka ndodhë në shumë vene. E ke di që s'janë perime që Po. bio. Sidomos tash pimbojnë edhe do senet këtu tradicionale të lija, pimbojnë edhe të ngrime pak. Po. Ana veç në mikro për të shpejti, po. I hup, po besoj I hup edhe i e tjera. Gjera për shqyse dhe krejt këto momentin kur të në mikrovale, kur mikrovale për është. zbite, Qatë për qatë, se për ndryshe heq, unë se preferoj shumë, po ma mirë Zori pura, edhe herë, zori. Pura mundet, Po. përdore edhe për Pura është për gjithë që. Okej. Tash, pasi të përgohen pak këto, këna mi prej edhe ca domatina. Po. Dhe edhe perimet bashkë shprej shijës. Ti Po. që me punë pak ma të forta, në unë i gjenë perime, dikush mundet me pas që këtë Duhet me përgu, mundet me përgu sa të dënë vetaj. Po. Po, unë e kam qef pak të forta, si pastat, si këto, qështu, unë i kam marak pak të forta me konë. Po. Na e kemë probleme, në që as nuk jenë zi, as nuk jenë bo, pakon, pak guta. Na që ashtu e në mësum më konë, Po. se në shpe, ne ka bo nona kete edhe e këna mësu qatë qije që du të me konë e zi me shumë, ama tash se kam problem. Të gënë drejt në shta kështu, të temi kërja këmi spegi të lem, kërja ke krasu ushqimin tonë me të tjerëve, që shenite, që të zhdok në shta. Atë të zhdok që dikush e të përja pruat ma ndaj shijes tone. Unë gjithë dhe, unë e kom lërësu, ai që ka bo, mas para me e kom lërësu ato pse unë s'poj me bo si kjo. Po. Por nuk e kom pasat gjelozien, a kjo ma shumë se unë, po jo, shqyqër që se kam, Për ato në Tash shta dhe mundon- ka rritë të po. krije. tash më ndona me rëshien teme me bo më të mire që është në mushë. Dhe veç për atë lajla pak qëto. Që këtë doket shumë, kur ta bëj edhe kështë e tojnë shumë e vështirë, po se shumë e vështirë. Jo, pasha zoti. E do një ako marrë dorën, di edhe nuk është prishën ose diçka, po që to sigurt, ish bush këto nëse kisha nuk Jo, përse, në gati se njëjtë është, palacinga. Se di, nuk e di, doket në shtatë gatë ma e fshirë këto. Palacinka është një petë që ato edhe... Po, një pejt, ama nuk derët, se qyshe bën njëjtë ata. Unë e kom, ase me ujë e kom mush, në fillim, se qështu
për me mësu. Po. Për rrotullu ujin mos me del. Interesant, strategji interesant. Strategji interesant është me ujë edhe nuk e derë. Tash veç vazhdoj Tjera pak. është havjan shumë e shishme. Vazhdoj t'ja qëtë sa pak domatina. Me një veç, po besoj ja u mërmenja, qëfar arome farere e tjena këto. E të masuroj pak. Në kuzhinën tonë. Tash varet do të pishije sot do me një shtu domatina. Ja shtoj një 2-3 copa. I prej në 4 vena. Ja qes pak biberëzi. Edhe këtu biber të zi. Po. Biberëzi, kryp, veget. Qa dojnë mujna me qitë. Pastaj ishtë dur. Dhe faleminderit. Dhe të puna normal e kam me pëshker. Po. Po, këto. Dhe preferoj ma shumë e dorë. Ma shumë e dorë mi hellë me mesa se... Me dorza? Ja, me dorza, jo. Me dorza se preferoj heq. Se di, unë e ma... Se ma nuk ka shumë doket shumë higjenike në shta me dorzat. Do po thonë që jo është, po unë për veti jo. Unë se preferoj me dorza heq. Se ndryshe është kur ti Dorza pastrojsh shumë dur. është mila çdo. Po, ndryshe kur ti pastroj dur, ndryshe është të kish dorë. Okej. Veç edhe pak, edhe vazhdojnë me hedhjen e salca. Tash varet edhe kur t'ja hedhim salcën, muna me lonë ma të trash, muna me lonë ma të holl. Po. Këtë varet të shija e një. Unë qka kam me zi kështu të gatuja veç që po kuzhina fare kash. Po me në kuzhina në restoran Para me që dhe që shmurët me tonë. se në shpe e vogël. Po, edhe gjatë punës, gjatë procesit të prik, të rahatu, diçka, po këto së po kemi shumë po me rahatu. Jo, shpe e vogël. E kuptojnë edhe shikuz. Jo, apet se u bo kur gjo. Apet se u bo kur gjo. Jo. Ka mujtë më go ma shumë, po nuk u bo. Jo nuk u bo hiq. Rajnë është në shati tash që jem su e din Po. qyshe krejt, ama nuk u bo që shmundet. Besesh. Edhe unë e preqa më go ma shumë, po jo se u bosh. Tash veç edhe pak edhe ja hedhëm salcën e domatëve edhe pak popull. Okej. Varet pishijes, Dyja, mojnë... një dhe Po, ku, një të vend. po, njëtin ven edhe një gotë ujë. Po. Tana për shkak që me bo pak ma të holl, sa do sa të në pur që me met prap e langshme. Tash perimet janë gati, mujna me vazhdu me ja hell salcat, marrë me Hajde. sosin e domate. Unë për që të recetën për ja helli qëto krejt. Okej, do më thonë 2-3 lupit janë. Qashtu Këtu tash edhe uja, po? Po, edhe Ta pak bëjmë e gati ujë, uje. varet edhe tash të shia se që Në po e dojnë mbushim klientët. gotë, ma nderi Po. ty sa do që të Okej, doket. varet që dojnë klientët, e dojnë pak ma të langshëm. Po. Se mas i ka me impur, unë bëj pak ma të langshëm. Faleminderit. Tash është përpresmi pak, edhe tana veç këna mi ashtu edhe popullën. Edhe shumë shpejt për më vo gati me një forë. Jem të lonë s'to mirë, e jo? Po. Që mund është edhe pak mirë, super. Një mësu shpëret është që që. Ta në këta po do të më rujtojt. Po, këta po se që shetë që s'ke bo kur gjo. Ta me konë shpëret. Herës. Po. Tash to presim pak, jo shumë, a? Po, jo, shumë pak. Varsisht kur e Ca shetë që katër e minuta, merat. pak veç në të vlën. Po. Edhe, sa ashtu kështu kam e vlu. Këto. Për shien të më në thonë marak, më thonë gjel, unë nuk i bëj gjel. Po, Në i lonë atë shien, normal. ma ka e umla pak. Okej, më ka Për shkak se janë këporë, ta zhvarët edhe për njëri që shpo Po. ka dëshirë me pas. Unë e lo gjithmonë ma pak Po. krype këto sene.
Mirë, masi është tani mundësia, për shembull, nuk është që vrejat shumë nëse ishte ma vonë kryp ose diçka. Edhe unë për vete preferoj sa ma pak. Ishte si mesatare, ama jo shumë kryptase, e dim që edhe nuk preferohet ashtu ndoshta edhe shumë. Po mundohemi me shku pak sipas mënyrës së shëndetshme. Po mundohemi valla po. Kur bom Problem, Tomi ka kur jetën ditën punë. Kur bom Është Tomi problem. ka njëherë as ku këshyri ma e kur gjo. Që edhe ti me unol direkt naj pita, naj sen. Një diçka të shpejt me ongë. Tash për marrë edhe pak hopull për jashtoj. Hoplan, sa ju prapërsisht? Pra vërsesh për jashtoj, kërë të recet për jashtoj 2. Tash varet edhe, që shpo të thëmë, se po lidhe gjithmonë varet për shijes njërit, sa po dënë. Po. Tash varet këtë shidojnë. Mujnë me lënë ma të varë. Mujnë me lënë veç me sës, veç me hopull, pas sës domate, mujnë me lënë veç me sës domate. Së është problem, ama pak shija i ndërëm, po... Po. Po e kemi pa që në shamishën e barë shumica e preferojnë veç me sos me hopull, Po, me pas sos sos tjetër hopull. ose diçka. Po nuk e di këtë sose që jetë e vote është ka duket shumë e shesha. Inshallah, me që është i mirë në fund. Kja edhe pak me lmesa. Pak kryp. E tash hopla e ka ndru pak fshien. Po. E ka bu pak maka e omlja. Pak në gjetë. Tash është veç se e përfundume, mujna me nxerr, Hajde të shohem. Po bjan këgja shumë. po vlon, inshallah tash veç finalja Veç është. kujdes se Apo ma nxehet. sjell mu e një diçka Po. me lëshu qëtu. Në ndërkohë penalja në qëto. Okej. Sa e shëshme po duket. Tash veç kena me servu edhe Okej, na duhet pjatat. një pjatë edhe na duhet një lupë me servu. Tash për servojna, edhe në është që po është. Çfarë lugët duhet a duhen prej këtyne? Bana që kjo me që kjo. Kjo? Po. A kjo? Bana edhe kjo tjetra, aje tjetra, kotlaçi. Se I nuk vogël. kotlaçi, po për me marrë. Okej. Tash veç vazhdojna mishin ulës. Edhe shkona marrë një pak blank. Shta për veç shto. Shto veç Qone. inshallah. Nuk duhet të marrë. Jo. Okej. Tash veç me marrë një pak sës. Normal unë e servoj qështu. Tash inshallah veç ju pëlqen. Që ka thonë. Që kjo është gati. Shumë e shëshme po duket. Inshallah veç ju pëlqen. A ka me provuar, a? Po, te kemi provu sefte e para. Inshallah s'më thuj jo, së është e mirë. Të shohem. Që unë jem pak e fështirë në shije, të ushqimit. Veç... E nëzit, ka gja. A, e nëzej. Së gudzaj se e nëzit. Tash. E di, dhe që kemi thonë jo. Shumë e mirë. Tash tu e di që s'jam fanë se këpudave. S'jam ase domate. Ti për e shëshme. Veç to mirë. Vjen. A jeni për... se ka për krejt. Tepër e shëshme. Shumë e mirë dhe pas ka një pashirë pak si djekës që po vjen, e që e për bën shumë të shëshme. Kështu që për krejtuve që ketu na po, pse jo, një ide shumë e mirë që sot, nesër ose për na iftar, tash në Ramazan me përgadit edhe jo një recetë tillë. Almer, faleminderit shumë, do me përvute? Jo, faleminderit. Faleminderit shumë edhe një herë që ishe bashkë me neve edhe për Shumë. këtë recetë. Shumë faleminderit. Me shumë kënaqësi. Mirë, dashur shikues, është koha me mbyllë edhe emisionin e parë në magje, edhe veç me fillu me hongër pak, dhe i sot kemi marketing, sepse me njerë kam është ku më gjitë student tjetër edhe me nisë me emisionin ëmër. Por, para se me mbyllë edhe emisionin, ju falenderojmë për me qëton që janë bashkë me neve në emisionin magje, Protek, Telkos si dhe Arkos. Bashkë shihemi të dielën ardhshme me magje, ndërsa vetëm pas pak takohemi me ëmël.